ka bërë sërish së bashku qytetarët e diasporës për të protestuar dhe për të ngritur në protesta. Në Milano dhe në Firenze ka patur ditën e sotme ovacione të shumta sapo ata janë bashkuar së bashku dhe në Firenze kemi patur një moment interesant në fakt ku është kënduar edhe himni shqiptar dhe menjëherë pas përfundimit të këngës ata kanë brohoritur për largimin e Ramës. Atëherë, jemi me pamje nga Londra, regjia më informon që kemi aktivistin shqiptar në Londër, Enkeled Tomi. Enkeled, më dëgjon? Okej, e kemi pak të vështirë ndoshta për të komunikuar dhe gjithçka e kuptueshme, jemi me pamje të drejtë për drejta, po xhirojmë me telefon amator, pra janë pamje amatore nga ana e aktivistit Enkeled Tomi dhe është pak e vështirë për të komunikuar, ndërkohë që jemi duke përcjellë edhe pamjet, por gjithsesi duket i qartë objektivi dhe realizimi i kësaj proteste për ta pasur informimin më të mirë të mundshme që ne mundemi me kushtet që kemi në këtë rast. Ndërkohë nga ana tjetër jemi me pamje nga Zvërneci, aty ku do të kemi në këtë moment një komunikim me kolegun Genti Këllçiu. Genti, më dëgjon? Genti, më dëgjon? Regjia të më ndihmoj pak nëse e kam kolegun? Okej, vetëm për pak çaste, sapo të kemi mundësinë ndoshta për ta realizuar më mirë komunikimin. Pra, është një moment protestash që tashmë është kthyer në kryefjalën e ditëve të fundit për 6 ditësh ka protesta të shumta, të cilat tashmë në themel kanë kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij, teksa banorët e Zvërnecit kanë kërkuar transparencë për projektin, qytetarë të tjerë kanë dalë në protesta për çmimet, për shëndetësinë, për eksodin masiv të rinjve, ndërsa policia e shtetit bëhet me dije se ka dërguar forca ditën e sotme nga Tirana dhe Fieri, teksa protestues nga Kosova dhe Maqedonia pritet të bashkohen protestuesve në mbështetje të tyre. Vala e indinjatës qytetare kundër qeverisë kryeministrit ka kapërcyer kufijtë e Shqipërisë, duke u shndërruar në një lëvizje ndërkombëtare që ka përfshirë të gjithë diasporën shqiptare. Jehona e revoltës ka mbërritur në metropolit kryesore të Europës, Amerikës Veriut dhe më gjerë, ku qytete si Berlini, Stokholmi, New Yorku, Londra, Toronto janë bërë vatrat e një qendrese të shqiptarëve që jetojnë prej vitesh jashtë vendit dhe janë larguar, por gjithmonë kanë jetuar me kokën pas tek familjarë që kanë lënë të vetëm dhe në kushte shpeshherë shumë vështira, ekonomike, financiare, sociale e tjerë. Qytetet si ato që përmendëm më parë kanë qenë pikërisht vendi ku ditën e sotme janë mbledhur diaspora shqiptare në protesta në Piazza della Signora në Firenze të Italisë, ku të shoqëruar nga fëmijë dhe familjarë, ata kanë kënduar himnin kombëtar teksa kanë vijuar thirrjet Rama ik, kriminal, Shqipëria shqiptarëve etj etj. Ndërkohë, nga ana tjetër, protestës në Firenze janë bashkuar edhe qytetarë italianë dhe amerikanë, si dhe shoqata të rëndësishme mjedisore dhe disa të cilat kanë patur rol të rëndësishëm fakt në mënyrën se si e kanë ideuar dhe procesuar ato se çfarë ka ndodhur konkretisht me Zvërnecin, por jo vetëm. Pas Firences, organizimet kanë vazhduar në Bologna dhe në Milano, ndërsa një peticion i diasporës po qarkullon masivisht nga ana e organizatorëve dhe shoqatave shqiptare në këto qytete. Londra gjithashtu, siç duket edhe në këto pamje, është bërë pjesë e kësaj vale reagimi kundër politikave qeverisëse të kryeministrit Edi Rama, të cilat shpeshherë kanë qenë jo të duhurat për qytetarët shqiptar, të cilët janë detyruar edhe të zgjidhin rrugën, le themi, më të vështirë, atë të emigrimit masiv. Ndërkohë, nga ana tjetër, sipas protestuesve, Shqipëria po përballet me një krizë të thellë demografike, ku mungesa mundësive ekonomike, pagat e ulta, pasiguria për të ardhmen kanë detyruar me mira familje që të kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit. Ata e kanë konsideruar këtë fenomen si pasojë e drejtë për drejtë e politikave të ndjekura nga qeveria aktuale. Pra ka patur një mënyrë për të ndjekur një qasje konkrete për shpopullimin masiv të vendit, e cila në fakt gjatë 5 vjeçarit fundit ka qenë në kushte dhe në përmasa shumë të mëdha. Jemi duke ndjekur Zvërnecin, jemi duke ndjekur paralelisht edhe Londrën. Për ta risjellë edhe një herë në vëmendje mënyra se si është pasqyruar protesta për Zvërnecin, që ka qenë si fillim, le të themi, zanafilla dhe më pas ka shkuar në përmasa akoma më të mëdha, duke sjellë probleme
problemet e mëdha që Shqipëria ka momentalisht me qeverisin e Rama, ka marrë një johon shumë të madhe ndërkombëtare, të gjitha mediat botërore janë duke pasqyruar, të gjitha artikujt janë duke folur për atë çfarë ndodh në Shqipëri dhe vetëm diçka është duke u artikuluar vazhdimisht nga ana e protestuesve pra largimi i Ramës. Ndërkohë, për ta rikujtuar edhe një herë, Kryeministri Rama ditën e dieshme ka zhvilluar një takim shumë vështirë, do thoja, me banorët e Zvërnecit, të cilët e kanë kryqëzuar shefin e qeverisë për çështjen e pronave të tyre, ndërsa sa u përket protestave të përditshme dhe kërkesave për dorëheqjen e tij, kryeministri ka sfiduar dhe ka thënë se edhe sikur 500.000 persona të dalin në protestë, ndërtimi i rezortit nuk do të anulohet, ka thënë kështu kryeministri Rama. Pak minuta më larg, Partia Demokratike e Vlorës ka zhvilluar një tubim gjatë të cilit janë lëshuar akuzat forta ndaj Edi Ramës si përgjegjësi kryesor i projekteve korruptive në Vlorë dhe kanë kërkuar dorëheqjen e tij, ndërsa patjetër shoqëruesi dhe garda që ishte vendosur në mbrojtje të Ramës kanë nxituar që të mos lejojë qytetarët për të prohoritur kundër kryeministrit gjatë këtij takimi që ky fundit ka patur. Ndërkohë, nga ana tjetër, do të shohim se si do të vijojë ditën e sotme, duke qenë se ditën e sotme ka shumë protesta që janë duke u zhvilluar, duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me një ditë shtunë, ditë pushimi, edhe ata që punojnë në administratë, në fakt, duket se në disa momente e kanë braktisur kryeministrin Rama dhe kanë dalë në shesh së bashku me fëmijët, me familjarët e tyre. Ndër të tjera ka patur mesazhe të shumta të cilat janë publikuar nga organizator proteste dhe nga aktivistët të cilët kanë qenë prej ditësh në protesta, prej 6 ditësh, ka patur mesazhe të shumta të adresuara nga efektiv policie. Sjellën vëmendje rastin e ndodhur në Maliq, në Lozhan, ku gjatë një tentative, gjatë një operacioni për kapjen e një personi të shumë kërkuar, që ishte në këtë rast një shtetas i identifikuar si Violant Braçellari, i cili mbeti gjithashtu i plagosur, është vrarë një efektiv policie, Enea Mekolli, i cili është përcjell për mbanesën e fundit ditën e dieshme. Efektiv të policisë, kolegë të tij kanë reaguar, kanë shkruar aktivistëve që të mos ndalojnë protestat e tyre, duke qenë se edhe ata janë gjithashtu një zëri